Ju përshëndes. Dua t'ju informoj që ka dalë një modë e re. Tashmë vjedhin fëmijë me një teknik që do t'ju abis. Dëgjojeni me kujdes për të mirën tuaj. Dua t'ju informoj që vetëm në vitin 2026 këtë vit, në Angli janë zhdukur rreth 160 fëmijë shqiptar. Kurse gjithsej ta lëm sepse janë mbi 20.000 fëmijë. Në vitin 2026 në Angli, si që thash, vetëm që nuk ka mbaruar viti, në vitin 2026, janë zhdukur 160 fëmijë shqiptar, ku 100 prej tyre nuk janë gjetur as shenjat. Dhe është mirë që t'jeni të informuar. Duhet të dini dhe tjetërën që në Evropë, vetëm në vitin 2023, u zhdukën 54.000 fëmijë në Evropë. 54.000 fëmijë, mes tyre edhe shqiptar. Bëni kujdes, sepse tani do t'ju them se si është moda e re që kanë shpikur tani. Shikoni, atëherë si gjithmonë kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Dhe shpërndajeni këto informacione sepse janë informacione të dobishme që mund të mbrojnë, bile mund të shpëtojnë jetën dikujt. Këto informacione. Çfarë ka dalë tani? Pastaj do t'ju them dhe të tjera që janë të rëndësishme, informacione të rëndësishme. Tani shkojnë me anë të një profumi, kanë një profum, gjoja është një profum, dhe i afrohen fëmijëve. Vjedhin edhe të mëdhenj, edhe të rritur. Me një fjalë qoftë sepse ndonjëherë u duhen edhe të rriturit për organet. Por fëmijët e dini shumë mirë që pse i vjedhin. Megjithatë, ata që i blejnë nuk janë njerëz të thjeshtë, por janë elitar. Megjithatë, është mirë që të informoheni që këta me anë të këtij profumi gjoja, të thonë shiko, unë shes profume, thot. Dhe ka edhe meshkuj, por edhe femra, kryesisht femrat, gra. Dhe këto gra i afrohen edhe vajzave, edhe djembe, të vegjël, madje edhe të rriturve, dhe thonë shiko, është një profum i mirë dhe e hedh diku, ose në dorë, ose në një cop letër, dhe ti i merr, nga momenti që merr, nuk ndjen më. Dhe të merren mend, nuk di çfarë bën, ndonjëherë të bie të fikt me njerë. Dhe kështu që i marrin, i fusin nëpër furgona, nëpër makina, që i kanë të gatshme, dhe ikin. Po të shikoni disa video, janë të vërteta në rrjetet sociale. Ka disa video që i vura re, që kanë folur edhe gazetat dhe kanalet e Brazilit, sepse andej bëhen të famshme këto që bëhen virale. Kurse këtej nuk i bëjnë të famshëm, sepse nuk duhet që ta marrë vesh, sepse krijohet panik. Krijohet panik dhe njeriu nga paniku pastaj mund t'i krijojnë probleme të rënda. Dhe kështu që nuk i thon publikisht këto. Ju e dini shumë mirë që pse nuk i thon publikisht, sepse nga ai momenti do fillosh dhe do informohesh dhe nga momenti që informohesh do ruhesh. Kështu që zakonisht këto informacione duhet jepen në lajmet e para, të orës 8 në darkë. Ju i keni dëgjuar ndonjëherë? Asnjëherë. Kush i thot? Ose në trojet shqiptare flet ndonjëri për këto? Rrallë ndonjëherë që mund të flasë ndonjëri tek tuk, për shembull që mund të i bie fjala, ndonjëri kështu i thjesht, por jo nëpër lajme. Askush nuk e thot. E dini pse? Sepse nuk ja u mban atyre që të flasin. Sepse nëse do flasin, pastaj kanë pasoja. Dhe është ky një nga problemet kryesore. Atëre, nëse se kanë pasoja, kush janë këta që krijojnë këto pasoja të mëdha me kanale televizive apo me gazetar? Kush? Foli njëri këtu para ca kohësh në Itali, dhe do t'i them thash disa informacione tjera si ju premtova. Foli njëri para pak kohësh dhe një mjek, doktor, ky zotëria, duke treguar disa nga këto fenomene, pas një muaj gjysmë, 2 muajsh, pati një infarkt. Një infarkt të çuditshëm që familja u acarrua shumë. Donin që të bënin teste, nuk bën as teste, nuk bën as që të hapnin me fjalë dhe t'i bënin autopsin, asgjë. Si është e mundur që mos si bësh një autopsi njeriu kaq të rëndësishëm. Madje edhe një gazetar, i Rai 3, foli për të njëjtën gjë. Ai foli dhe gjëra të tjera më të rëndësishme, vdiq para
1 vit e gjysmë, 2 vitesh, nuk dua të bëj emra, dhe edhe gazetari foli për të njëjtën gjë. Pra, kryesisht për të miturit. Tani, pse po e them këtë? Sepse ne duhet të informojmë mes njëri tjetrit. Nëse nuk ka informacione atje jashtë dhe nuk ka kush që të na informoj, ne duhet ta dimë. Sepse kjo është jeta drejt që e mori. Si do të ruajmë ne? Ne fëmijët tanë, si do t'i ruajmë? Po thosha, përveç kësaj që bëjnë, sepse thash me anë të këtij gjoja parfumi, të afrohen dhe thonë kemi një parfum të mirë. Është një parfum që po e shes me çmim të ulët, i vën disa marka, mund të jetë edhe shishja origjinale, por brenda atë që ka shishja duhet patur kujdes. Ka ndodhur në stacion të trenit, brenda në tren, ku një vajzë për shembull, një grua që ishte përballë saj tha unë shes parfume, tha, dhe ajo e gjeti të ulur gruan aty, kështu që ajo priste gruaja se kush do të vinte, dhe kur u zgjua kishte ikur 5 stacione më tej, kur u zgjua, kur e mori veten vajza, dhe s'kishte asgjë brenda. Me fjalë, shqyr tha që nuk më morën, tha që të fusin në një kamion. Ndoshta nuk kishin mundësi, por megjithatë i mori çfarë kishte, para, kartë krediti, ndonjë unaz, çfarë kishte, varse. Dhe këto janë shtuar intensifikisht kohët e fundit. Po ta shikoni në krahasim me vitet e kaluara, për shembull, unë kam thënë disa herë në disa video, vitet e kaluara nuk ishte kaq zhdukje sa sot. Jo. Nëse të bëni një llogari për shembull të zhdukjes të fëmijëve ose njerëzve në vitin 2000, është shumë herë më i reduktuar se sa sot. Sot, për shembull, nëse do shikoni në vitin 2024 ose 2025, që bëni një llogari totale, janë zhdukur rreth 8 milion. 8 milion. Gjysma prej tyre nuk është gjetur më. 4 milion. Ku shkuan? Është tmerr ta mendosh, tmerr. E di që dikujt nuk i pëlqen që të flasim për këto argumente, por janë fakte, nuk është se shpika gjë. Nuk është se duhet të shohim gjithmonë filma serial apo tallava edhe të kërcejmë, por duhen edhe këto informacione. Pra, pash një video sot, sepse ndaj më erdhi, po shikoja një video të një zonje që tregonte që teksa fëmijët, sepse ishin me pushime, teksa fëmijët shkuan në një akullore, që të merrin akullore, ju afrua një grua. Ju afrua një grua dhe thoshte që shiko se un kam parfume që mund t'ja jepni edhe prindërve tuaj dhe kushtojnë pak, dhe ju afron fëmijë. Shqyr që një nga këto goca e 13 vjeçe që ishte me djalin e vogël që po i fliste kjo grua, e kishte parë në TikTok një gjë të tillë dhe e tërhoqi dhe bërtiti ma. Dhe kjo grua iku vrap. Tani thuhet që kur e kapën, me fjalë që arritën që të shkonin që ta gjenin, kur e gjetën, ajo tha ika sepse kisha frikë se mos më denanconit. Dhe gruaja, me fjalë prindrit e saj, së bashku me bashortin, i kërkuan të dinin atë parfumi, çfarë parfumi ishte, dhe ta blejnë. Më jep këtë parfumi, thanë. Ajo nuk ja u dha. Nuk ja u dha sepse diçka kishte parfumi brenda. I tha ta marrun, tha. Sa kushton? Aq sa kushton, tha ta marrun. Nuk ja dha. Dhe duke gjetur pretekste, dhe po e thosha këtë sepse nuk është në fundit ka disa që jetojnë kështu. Ka disa njerëz që jetojnë për 5 lek. Ata mjaft që të gjenë një njeri që t'i hedhin diçka që ta zgjumi, për kaq e pagojnë. Por të tjerët që janë pas, janë ata që e marrin fëmijën apo kushdo qoftë, e marrin atë trup, ikin edhe e bëjnë pjesë. Disa e bëjnë edhe për detyra të tjera, t'i japin dikujt për disa rite të çuditshme, dhe disa rite që më mirë mos i themi. Pra, bëni kujdes sepse ky është një problem i madh. Dhe kryesorja është që po rritet gjithmonë më shumë si problem. Bëni kujdes. Kalofshi një ditë bukur dhe pres komentet tuaja, shpërndajeni këto informacione dhe punë të mbarë. Ose pushime të këndshme ju kudo që jeni. Hajde.